Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ishte kritik ndaj liderit Ukrainës Volodymyr Zelensky, pasi tha se Ukraina nuk do ta njihte pushtimin rus të Krimes, të cilin ai quajti një deklaratë nxitse që do ta bëjë më të vështirë arritjen e një marrëveshje paqe me Rusinë. Kjo deklaratë është shumë e dëmshme për negociatat e paqes me Rusinë, tha Trump në një postim në rrjetet sociale. Ai tha se Krimea ishte humbur vite më parë dhe se nuk është asnjë pikë diskutimi. Zelensky përsëriti të martën se Ukraina nuk do ta njohë okupimin rus të Krimes. Nuk ka asgjë për të folur këtu. Kjo është në kundërshtim me kushtetutën tonë. Askush nuk po i kërkon Zelenskit që të njohë Krimen si territor rus, por nëse ai e do Krimen, pse nuk luftuan për 11 vjet më parë, kur ju dorëzua Rusisë pa gjuajtur asnjë të shtënë, shkroi Trump në Truth Social. Trump e qortoi liderin e Ukrainës dhe tha se ai po përpiqet të ndalonte vrasjen në vendin e tij dhe se ata janë shumë afër një marrëveshje për të dhënë fund luftës.